çfarë po ndodh aktualisht në LDK Xhaf? Arben, padyshim që Lidhja Demokratike e Kosovës në këto ditë në fakt do duhet të ishte lajm për mirë për kontributin që jep për themelimin e institucioneve, por edhe për të ngritur zërin për problemet e qytetarëve, por jemi në një proces ku një pjesë antarësisë të LDK-s, antarëve të kuvendit të LDK-s, më mirë me thonë, sepse kjo nuk është një betejë antarësisë të LDK-s, është një betejë e funksionarëve, më mirë me thonë, kanë iniciuar mocionin për shkarkimin e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe kur e the herë në njërin anë, herë në tjetrën, unë shpesh i kujtoj me të vërtet rrugtimin tem brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe jo vetëm unë, shumë siguron që jemi rritur me LDK-n. Në kohën kur ishte president Fatmir Sejdiu, unë isha pjesë e ekipit të presidentit Sejdiu dhe pastaj erdhi kryetar zotëri Isa Mustafa. Shumë njerëz brenda partisë, sikur për dash ka pak mu pozicionu për veti ma mirë, thoshin Xhafa është krahi Fatmir Sejdiut. Por edhe atëherë, edhe pse isha kryetari i Forumit të Rinisë, përkundër që kemi pas edhe mos pajtime me zotëri Isa Mustafën në kuptimin e çndrimeve të caktuara, nuk është iniciuar një procedurë për shkarkimin tem si kryetari i Forumit të Rinisë. Po është ndryshuar statuti i LDK-s, është ndryshuar mosha, nga 30 vjet është bën 26 vjet, por proces të shkarkimit nuk ka pas. Dhe mendoj që për një parti politike, historike, shtetformuese që është Lidhja Demokratike e Kosovës, mocionet e shkarkimit janë përtej dinjitetit të partisë politike. Sepse në historikun e LDK-s ne nuk duhet të shënojmë dhe të lëmë një gjurmë që LDK-ja ka shkarkuar kryetarin e saj, nëse kryetari nuk ka bërë një shkelje kushedisa të madhe të vlerave dhe statutit Lidhjes Demokratike të Kosovës, apo nuk ka bërë një vepër tjetër të ranë penale, që nuk është asnjë rast tash.